Kuptoj që jam me yjet e mbrëmje, sa? Selini ke bërë të shpeshta ardhje në Kosovë. Në Prizren ke qenë më herët? Ju keni filluar tani ta vini re ardhin time kaq shpesh Kosovë, se Selini gjithmonë ka qenë kaq shpesh Kosovë. Ke qenë në Prizren më herët, si po duket Prizreni? Në Prizren po, kemi qenë patjetër, kemi bërë koncerte. Prizreni është vend fantastik, qytet shumë i bukur. Nuk po ju them si jeni, se e dim që jeni shumë bukur, po ju them mos të marrim syesh. Po si vjosh si vjosh gojnë punë t'jem, po një sukses i madh me albumin. Super, shumë faleminderit, po e kam prit shumë mirë albumin, edhe sot e kena publiku një komiksun për një projekt, ka me publiku me datën 5, kena punu shumë mirë, kena bëshë një mërzar të shkurtën, edhe po besoj që ka me konë shumë sani mirë për publikun, inshallah presin mirë, faleminderit. Cilin vetën po besojmë që e ke marrur, ju duke shijuar të gjitha atë, nëse të merituar, si je tani, si është Selini dhe ku mund ta shohim? Tani Selini është super, ka pushuar, ka marrë veten, kemi qenë me Gimba me pushime, e kemi shijuar. Normalisht projekte të reja ka plot, nuk është momenti për t'i ndarë akoma me publikun, po që po punojmë. Jemi bashkë sonte për Tajnën, na ka bërë Tajna bashkë, që nuk mund t'ju them, cila është kënga juaj e preferuar e Tajnës? Si aj. Selin? Si aj. Okej, faleminderit shumë, sukseset të tëra. Faleminderit shumë.